2 të vrarë nga të shtënat me armë në një universitet në Shtetet e Bashkuara, i dyshuari në Arrati. Policia rrethoi kampusin e Universitetit Brown në verilindje të Shteteve të Bashkuara pas një sulmi me armë zjarri në mbrëmjen e 13 dhjetorit. 2 njerëz janë vrarë dhe të paktën 9 të tjerë janë plagosur në një sulm me armë zjarri në Universitetin Brown në qytetin Providence në verilindje të Shteteve të Bashkuara, njoftuan zyrtarët. Plagosurit janë në gjendje të rëndë, por të qëndrueshme, tha kryebashkiaku i Providence Brett Smiley, duke shtuar se i dyshuari mbetet ende në Arrati. Policia tha se sulmuesi hapi zjarr brenda një ndërtese ku zhvillohen mësimet e inxhinierisë dhe fizikës, të cilët përmban klasa dhe laboratore. Motivet e sulmit nuk dihen ende, të gjithë viktimat janë studentë dhe incidenti ndodhi derisa ata apo në shtroshjen provimeve të fundvitit të zyrtarët e universitetit. Më shumë se 400 oficerë përfshirë edhe nga FBI janë angazhuar në vend ngjarje, derisa kërkimet për ta kapur dyshuarin po vazhdojnë. Të dielën vonë të shtunën policia publikoi një video në të cilën dyshuari shihet i veshur me rroba të zeza, megjithëse fytyra e tij nuk shihet. Ai u largua nga kampusi në këmbë. Universiteti Brown është institucion privat në Providence, kryeqyteti i shtetit Rhode Island. Qyteti ndodhet në jug të Bostonit dhe ka një popullsi prej 200.000 banorësh.